Kanë kaluar 28 vite prej episodeve më të rënda dhe njëkohësisht më domethënëse të luftës në Kosovë. Në marsin e vitit 1998, forcat ushtarake dhe policore serbe ndërmorën një operacion të gjuar në Drenic, duke vendosur në rrethim të plot fshatin Prekaz, bastion i luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Objektivi kryesor ishte eliminimi i Adem Jasharit, një nga figurat qendrore të rezistencës së armatosur. Megjithatë, sulme ndaj familjes së tij nuk ishin të reja. Shtëpia Jasharve ishte shënjestruar edhe në vitet e mëparshme, ndërsa në janar 1998 dy vajza të familjes mbetën të plagosura. Pavarësisht rrezikut të vazhdueshëm dhe thirrjeve për largimin e grave e fëmijëve, familjarët zgjodhen të qëndronin duke vendosur të mos braktisin shtëpinë dhe tokën e tyre. Sulmi vendimtar ndodhi më 5, 6 dhe 7 mars. Prej 3 ditë radhazi, Prekazi u bombardua dhe u përfshi me përleshje të ashpra. Bilanci ishte tragjik, 55 persona të vrarë, mes tyre 22 antar të familjes Jashari, përfshirë gra dhe fëmijë. Nga kjo familje mbijetuan vetëm 2 persona, duke e kthyer ngjarjen në një simbol të sakrificës ekstreme. Masakra e Prekazit shënoi një kthes të fortë në ndërgjegjësimin kombëtar dhe në mobilizimin për liri, duke e bërë frymëzimin për më shumë të rinj që ju bashkuan radhëve të UÇK-s. Qendresa e familjes Jashari u shndrua në një emblem të qendresës kundër represionit serb. Sot në lagjen e Jasharve është ngritur kompleksi memorial ku çdo vit në fillimin e marsit zhvillohen homazhe dhe aktivitete përkujtimore. Për shumë shqiptar, sakrifica e familjes Jashari mbetet një dëshmi e gjallë e adet dashurisë dhe luftës për liri, që vazhdon të jetojë në kujtesën kolektive të kombit.